Pra, jemi në studio sot dy strugane, si që patë. Pra, Redina është një vajzë nga Struga, e cila në fakt jeton dhe vepron pikërisht në Tetov tashmë, por që sigurisht që nuk mund ta mohojmë apo mos e përmendim faktin që është nga Struga. Redina, përshëndetje, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të kemë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën Ilmir. Të uroj për emisionin. Faleminderit shumë. Të pyes pak si e këtë periudhë, besoj tashmë ka kaluar një kohë prej kur verën e hoqëm, po si është kjo periudha, sepse zakonisht shtatori, tetori më duket sikur janë periudhat më të ngarkuara në gjithë profesionet. Po realisht po është shumë e ngarkuar prej fazës që fillojmë, domethënë me përgatitjen për në shkollë, veç me ja nisim punës. E harojmë verën, po mirë, shkon shumë mirë, shkon. Me pregatitje, shkon. Sigurisht. Redina, para se të dalë tek rrugtimi yt në muzikë, sepse unë këto dua të flasim, atë historitë frymëzuese që edhe ti si ke nisur në muzikë, unë dua të flasim pak njërë ta përmendim fillimisht aktivitetin të cilin unë e përmenda edhe në fillim të emisionit, një aktivitet, një talent show, që ju ka dhënë hapësirë të rinjve që shfaqin talentin e tyre, që ka qenë disi edhe një garë, e cila ka zgjatur për 3 javë. Paka shumë si The Voice që njihet, domethënë ka qenë ajo, koncepti, kështu që më trego pak më shumë detaje, si erdhi ideja pikërisht për këtë aktivitet? Ne në shkollë kemi shumë shfaqje që përgatitemi, kemi disa festa për ato, mirë po na u kërkuan nga drejtoria që të bëjmë diçka më ekstra, dhe kështu erdhi ideja për të bëjmë një talent show, ose një shfaqje për këndim, për nxënësit. Mendimi kryesor ishte që këto nxënës që janë për shkolla shtetërore nuk kanë shumë mundësi të shfaqen shumë në për evenimente kulturore ose skena të ndryshme, dhe mendova neve patjetër që kemi nxënës që kanë talent për këndim, ta realizojnë një shfaqje me idenë që ishte, vetëm ta realizojmë shfaqjen, domethënë The Voice, dhe kështu fillova pregatitjet, filluam i thirim shkollat tjera, njëherë menduam ta bëjmë vetëm me shkollën tonë, mirë po shumë nxënës nuk ishin në gati për të marrë pjesë, edhe desha që të ketë më shumë konkurrencë, që edhe nxënësit të shohin konkurrencën njëri me tjetrën, dhe kështu fillova edhe t'i thirrja edhe shkollat shtetërore në rrethinën e Tetovës, më larg kjo, se si hera parë menduam njëherë ta provojmë kështu, po, ta provojmë në këtë mënyrë. Pas ta mendojmë të bëjmë si tradit. Do fillim shkollë, ta realizojmë një shfaqje të tillë. Pra po, ka qenë edicioni i parë dhe sigurisht që ju mendoni që të vazhdoni. Po, vazhdojmë. Mendoj se shkoj shumë mirë, prandaj mendojmë ta vazhdojmë edhe si tradit, normalisht me shumë përgatitje, zgjati gati 3 javë. Çdo javë kishim nga një shfaqje, 2-3 orë, varësisht prej kohëzgjatjes. Kishim 3 juri profesioniste, që dua patjetër t'i përmendja ato. Ishte profesoresha Gonxhe Mehmeti, profesor Shkëlqen Baftjari dhe profesor Shkëlqen Pajaziti. Emra të njohur në fakt edhe për publikun. Po, prandaj i zgjodha ato që janë pak më profesional në këtë punë, për t'i zgjedhur konkurrentët, cili në fund do jetë fituesi i garës. Si e pritën edhe nxënësit të shkollave, patën interesim, e pritën mjaft mirë, sepse e pritën shumë mirë, po. Njëherë kur i informova ato, më përgëzuan për idenë, pse jo, pse mos marrin pjesë, edhe ato normalisht kanë nxënës që janë të talentuar. Po. Edhe me të vërtet ishin nxënës shumë të mirë. Pastaj erdhën në shfaqje, realizuam shfaqjen e parë, javën e parë, ose mund të them fazën e parë, se kjo zgjati në 3 faza. Shumë mirë. Aty pak ka shumë nxënësit e panë talentet të shkollave tjera, konkurencën pak nga shkolla tjera. Ndërmjet shkollash, po. Faza e parë, sigurisht ishin me siguri këto për zgjedhja e talenteve, apo si ka qenë faza e parë? Jo, për zgjedhjen e bën vetë arsimtarët e shkollave. Realisht neve kemi kontaktuar me arsimtarët e shkollave, që ato ta bëjnë për zgjedhjen e nxënësve, të cilët i kanë më të mirë, 2, 3 ose 4 varësisht, sa talenta ka. Edhe pastaj shkuam direkt në fazën finale. Domethënë nga The Voice, vetëm faza e blind edition, ajo nuk u bë, po kaluam deri tek faza direkt te faza ku janë pranuar për zgjedhjes. Faza e parë. Dhe në fund kishte një fitues, ashtu?
Po, kishim një fitues, po. Mendoj se u zgjedh më e mirë. Sigurisht, juria e ka vendosur një juri profesioniste, kishte, kështu që e ka vendosur. Juria e ka vendosur, e dinte vetë punën e vetë. Realisht në finale shkuan 6 finalista. Mendoj se çdo njeri prej tyre është fituesi, përderisa shkon deri në finale, veç më je fitues. Mirë po, kishim një çmime edhe për ato. Në thënë njëra u zgjedh zëri më unik, për tjetrën kishim performanca më e mirë, për tjetrën kishim performanca më emocionuese, vendi i tretë, vendi i dytë dhe vendi i parë. Pra janë një motivim në fakt, kjo është edhe një motivim për të rinjt që të marrin pjesë dhe ta shfaqin. Ky ishte qëllimi kryesor, që këto nxënës të motivohen, të dalin në skenë, të shohin pak ku janë, jo demotivim, por motivim. Shumë e vërtet. Si e pritën edhe prindrit? Besoj që edhe prindrit e kanë prit mirë sepse edhe ato duan që fëmijët e tyre të dalin të shfaqin talentin. Komentet ishin pozitive, normalisht kishte edhe kritika, ne edhe ato i pranojmë, që për radhë tjetër ato t'i bëjmë edhe më mirë, po përgjithsisht ishte shumë pozitive. Mendoj se ishte si ide shumë e mirë dhe mendoj se realizuam në një farë nivelit mirë. Si për herë të parë, ka qenë shumë mirë, sigurisht. Ishte mirë, mendoj se ishte mirë. Po, më the që arsyeja kryesore në fakt që ke dashur ta bësh pikërisht këtë është sepse mungojnë hapësira ku të rinjt tanë, brezat e rinj mund ta shfaqin talentin e tyre. Si e sheh këtë mungesë, jo vetëm në përshkolla, nuk flasim vetëm për shkolla, por në përgjithësi mbase skena, si e sheh këtë pjesë për talentet e rinj, sa le të themi sa ju jepet mundësia që të shfaqen atë talent që e kanë? Po mundësia edhe mund t'ju jepet, po unë sa e shoh më shumë ju jepet në përshkollat e veta, në përshfaqjet. Prandaj unë desha që pak ato ta shohin skenën në një mënyrë tjetër. Më thënë jo vetëm në shkollën e vet, po të marrin pjesë pak edhe si rrethim, po, jashtë shkollës. Mos jetë ajo gara vetëm brenda shkollës, por t'jetë garë mes shkollash. Mes shkollës, po, mes rrethinash. Ta shohim pak konkurencën. Mendoj se e kam pritur shumë mirë këtë, e kam pa pak deri diku ku janë, si janë, sa duhet punojnë. Që me shumë shansa në motë me siguri që do të ketë pesmarrje më të madhe, njerëz të cilët do t'interesohen më shumë. Do dalë edhe jashtë rajonet, e përmende pak më herët që mbase se ishte e para, po që shpreson që të dalë edhe jashtë rajonit, se mos të ketë edhe mes qyteteve pastaj. Se mos ketë, po, pse mos ketë, më po kërkon një përgatitje shumë të madhe. Sigurisht. Po, më duhet pak një ekip bas. Po, besoj se po. Besoj se po. Sigurisht ne i shohim ato gjërat e bukura gjithmonë ne si publik, po që asnjëherë nuk e dim atë prapavjen. Cilat mendon që janë sfidat më të mëdha në një event të tillë, sepse ti edhe shpesh edhe koncerte ke tashmë ja ke marrë dorën të themi organizimeve, sepse ke organizuar edhe koncerte të shumta. Në përgjithësi, cilat janë sfidat ose vështirësitë më të mëdha në këto raste? Po njëherë si vështirësi e pata nxënësit, përzgjedhja e nxënësve, domethënë fillimi i shkollës, shumica e nxënësve s'kan fillu shkollën si duhet, derisa të përzgjedhen ato, po pastaj të ushtrojnë, periudha kohore ishte pak e limituar, nuk ishin shumë kohë, një javë ishte koha, deri sa ta zgjedhin këngën, derisa të ushtrojnë. Edhe mendoj se kjo ishte pak, po mirë, po në fazën e fundit sikur ja morën në rendin pak a shumë, dhe mendoj se dolën si duhet. Po sfida ka shumë sfida ka, po me mund dhe përkushtim, me motivim. Kur është edhe vullneti aty, sigurisht që kur ka vullnet, sigurisht që kalohen të gjitha këto. Dhe ti në fakt njihesh si një person që rrezaton shumë pozitivitet edhe një person që frymëzon edhe përkushtohesh shumë edhe në profesionin tënd, përveç që je një flautiste mjaft e suksesshme, sigurisht që ti edhe i mëson një mësuese edhe në shkollë të muzikës, kështu që e përcjell atë dashurinë që e ke për artin, e përcjell brezat brezi. Deri tash e shoh se ja kam arrit deri diku, shpresoj të vazhdoj kështu. Po, shpresojmë edhe ne. Tash të ikim nga aktiviteti, unë dua të fillojmë në rrugtimin tënd në muzikë, sepse dua që edhe unë e di që jam shumë e sigurt që shumë prej njerëzve të njohin, po megjithatë mbase ndonjëherë ka gjëra që nuk i ke thënë, që mund t'i thuash këtu, po edhe për ata që s'të njohin, të njohin pak më tepër. Unë e kam pas edhe Rudinën në emision në Alsat. Rudina përndryshe është motra e Redinës, motra Binjake, sepse këto njihen si dy motrat që kam pas koncerte shumë të bukura së bashku, njëra në piano, njëra në flaut. Edhe e di që rrugtimi juaj pak a shumë është i ngjashëm, megjithatë i keni ato rrugët kur i keni ndara, ato rrugët e ndara, kështu që më trego pak prej fillimi, di që prej shumë e vogël je marrë me muzikë. Po, kemi pasur kështu
në gjak muzikën, jemi marrë me valle njëherë, pastaj me kurse muzike, gjithmonë, dhe me thënë nuk kemi ekzistu asnjëherë pa muzikën. Qoftë edhe një punë shtëpie kur e kemi bë, kemi lëshu muzikë dhe i kemi bë punët. Dhe kështu nisi, pastaj u që në shkollë fillore? Po. Kemi marrë pjesë në aktivitetet ndryshme, pastaj në shkollë të mesme të muzikës, me koncerte, me instrumente, me mësime, e kështu vazhduam pastaj deri sot ku jemi. Ti ke filluar, sepse edhe Rudina është në piano, si që përmenda motra jote, por edhe ti ke filluar fillimisht në piano. E më pas, ke vendosur për flautën, që është një instrument që, nuk e di, është pak më i rrallë, më duket, e zgjedhin pak më rrallë njerëzit, apo? Po, është një instrument pak më i rrallë. Nuk është se zgjedhin më pak, po mundësia është më i vogël për ta zgjedhur. Sepse fillimisht duhet të ketë edhe një profesor për të ta mësuar këtë gjë. Unë realisht, kur e kam filluar si instrument të dytë, kam marrë kurse private për këtë, sepse në shkollë nuk i kemi pas ato kushte, edhe pse shkollë muzike, po mësimet i kam marrë private, po me dëshirën e madhe për ta mësuar. Mendoj se më ka flet në zemër si instrument. Dhe kështu e kam vazhduar unë. Dhe ke bërë zgjedhjen e duhur. Zgjedhjen e duhur, patjetër. Edhe pianon ende mbase e luan kështu, të merr malli ta luash ndonjëherë pianon apo? Më merr malli, se realisht kam ushtruar edhe rreth piano mirë gjatë kohë. Normalisht se më merr malli, po për kushtimin më të madh ja kam bërë flautë. Edhe në studime pastaj me flautë. Po, edhe në studime kam vazhduar deri në flautë, po. Më thuaj pak, e mban mend koncertin tënd të parë profesional që ke dalë të performosh me flautë? Apo ka qenë i pari me piano? Mos ke qenë ndonjë koncert më herët me piano? Me piano, po. Me piano ka qenë, dhe më thonë, prej moshës kur kemi fillu me kurse, në të them 10 vjeç, 12 vjeç. Po, pastaj në universitet ka qenë i pari me flautë që kam dalë. Si e kujton atë koncert? Nuk e di. Emocionet kanë qenë shumë të mëdha, stresi ka qenë i madh. Po, kam dalur. Ja kam dalur disi. Ja ku je dhe sot, sigurisht. Ja kam dalur, po. Cile ka qenë base një moment që, përveç sigurisht koncertit e parë që gjithmonë është ai koncerti ku fillon rrugtimi yt dhe gjithmonë bëhet mend, por a ka një koncert që mendon që ka qenë kulmi i karrierës tënde? Sigurisht ti ke një rrugë të gjatë ende për të vazhduar me karrierën, por deri në tani. Po, ka një koncert, mendoj se është tema e diplomimit në fund. Kur kam mbaru diplomën, jam përgatit me një koncert recital, edhe jam përgatit gjatë kohë dhe jam përgatit shumë, madje. Mendoj se kjo është kulmi i fillimit. Kulmi i fillimit, po. Si ka qenë në fillim pas studimeve, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha, sfidat më të mëdha në fillimet tua profesionale, sepse sigurisht në fakultet ke bërë koncerte të ndryshme, megjithatë, pas studimeve duhet fokusohesh diku, duhet të gjej punë, është edhe ajo pastaj, po përveç asaj më tamam hyn në atë rrugën profesionale, kështu që cilat janë mbase sfidat, vështirësitë më të mëdha në fillim? Po ishte kjo vështirësia e gjetjes së punës, normalisht. Po, nuk e di, nga dëshira e madhe për instrumentat, fillova të mbledh shoqet me instrumentat të ndryshme, motrën, dhe kështu vendosëm që çdo vit të realizojmë nga një koncert. Dhe mendoj se ja kemi dalë edhe me këtë, kemi ushtruar shumë për këto. Kemi realizuar në koncertet në vendet ndryshme, me shumë punë, me shumë mundime. Koncertet të cilat i keni realizuar bashkë vetëm me Rudinën, ose edhe me pjesë me kolekte të tjerë, sigurisht? Edhe me instrumentistë të tjera, me quintet, kuartet, trio, varësisht. Varësisht nga përzgjedhja e kolegëve, ose koncerti, programi, si ka qenë. Si ka qenë, po. Po, ma shumë jam munduar që të bëjmë një quintet me instrumenta të ndryshëm, dhe të realizojmë më shumë vepra shqipe, se kjo e shifsha se mungon shumë në skenat tona, në thënë koncerte pak serioze shqiptare. Pra sigurisht edhe ato muzika klasike, në base që kombinohet edhe me këngët popullore, apo sa e bukur është kur bëhet ky kombinim? Po, edhe pse kemi pas vështirësinë e gjetjes e partiturave, jemi mundu t'i marrim prej diku, po e kemi realizuar. Sa e rëndësishme është që të bëjmë pikërisht këto këngë popullore, këngët e vjetra shqiptare, që mbase të rinjtë sot nuk i dëgjojnë atë shumë. Sa e rëndësishme është të kthehen mbase në le të themi modele tjera ose në zhanri, për shembull të bëjnë këngët popullore të luan me instrumente klasike.
Mendoj se është shumë e rëndësishme, me që këto të rinjt sot nuk i dëgjojnë shumë, se nuk ja kanë ide çfarë muzika janë njëherë, po pastaj kur nëse i dëgjojmë në një koncert ka ndonjë muzikë që të mbetet në mendje dhe mendoj se për aty mund të filloj diçka për ta pëlqyer më shumë muzikën serioze shqiptare ose klasike shqiptare. Si e sheh interesimin tek të rinjt edhe për muzikën klasike? Ti je mësuese vetë, sigurisht je pikërisht bashkë në frontin e parë, le të themi, ku i sheh të rinjt interesimin e të rinjve për muzikën klasike, për luajtjen e instrumentave të shumtë, si të duket, jemi duke ecur në drejtimin e duhur në këtë aspekt? Kemi shumë punë për këtë. Kemi shumë punë, po mundohem edhe në shkollë që jam, si mësimdhënëse. Nxënësit tanë për shembull nuk kishin qenë asnjëherë në një mbrëmje opere, dhe unë jam mundu t'i dërgoj nxënësit në opera, kemi ardhur respektivisht në shkup ekstra për këtë punë. Ato kam pas shumë sende tjera mirë, po në opera s'kishin qenë asnjëherë dhe ajo ndjesia e vetme kur vinë këtu e shohin se është një botë krejt tjetër, e ka një farë mbreze, domethënë çuditem atë se ku jemi, ku kemi ardhur. Duhet ta mësojnë, duhet sigurisht ta dëgjojnë. Po, duhet dhe prandaj ky ishte edhe qëllimi, që të shohin pak si është opera ose drejt për drejt shohish orkestër, instrumentista, kori, po, profesionista. Si ishte përshtypja kur i ke sjellë për herë të parë mbase kur kanë ardhur nxënësit? Përshtypja ishte shumë e mirë, ishte në krahasim me që priça. Priça atje deri diku okej, po me të vërtet e kam pas shumë breslënse mbrëmjen e operës. Dhe prej aty pastaj vazhduam edhe në shkollë ta bëjmë si punë tradite, domethënë me klasa të ndryshme, të shkojmë çdo muaj me ndonjë operë të ndryshme. Sigurisht se kjo në fakt edhe kjo pjesa e muzikës është edhe pjesë e edukimit, për shembull kjo çuarja në operë sigurisht është pjesë edhe e edukimit. Nëse e shohim muzikën si edukim në fakt pjesë e edukimit që është, çfarë roli mendon se luan në zhvillimin e edukimit të një fëmie? Mendoj se luan një rol të madh, duke nisur nga ajo se çdo send përcjellet me muzikë, qoftë një film, qoftë një teatër, qoftë një nuk e di, çdo send përcjellet me muzikë. Domethënë prej zvegjëli kur e përkundim një fëmijë e këndohet, po. Edhe ajo normalisht ngelet në memorien tonë, kështu që mendoj se pa muzikë s'mund të jetohet pa muzikë. Nuk mund të jetohet, po. Por që duhet të zgjedhim muzikën e Mirfield, apo atë që e tham edhe më herët, që të rinjt sot nuk dëgjojnë. Nuk e preferojnë shumë, po ka edhe nga ato që shprehin interesim. Me ato që shprehin interesim punojmë në atë çështje. A mundohesh që edhe nxënësve ndonjëherë edhe kështu si shoqe t'ua tregosh që kjo është muzika të cilën duhet ta dëgjoni, sepse të rinjt sado që ta duan një instrument, sado që ta duan një lloj muzike, nuk mund t'i shmangen asaj muzikës komerciale, le të themi. Jo, nuk mundemi edhe ne t'i shmangemi, jo me ato. Po mundohem, shumë mundohem. Domethënë ta dim gjenezën e muzikës, qoftë shqiptare, qoftë klasike. Ndoshta nuk kanë shumë interes, po është mirë që ta dim. Dhe për këtë mundohem, të paktën të jenë të informuar. Për ta ditë edhe për të zgjedhur një muzikë të Mirfield, edhe për të ruajtur traditën tonë, sepse e përmendëm pak më herët ato këngët popullore, kontribojnë edhe për të ruajtur traditën tonë. Lidina, do të vazhdojmë bisedën sigurisht, do dalim pak edhe nga jeta personale, do të ngacmoj pak pse nga Struga në Tetov, megjithatë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër dhe më pas rikthehemi për të vazhduar bisedën. Jemi rikthyer dhe vazhdojmë në fakt të jemi këtu me Redina Bekteshi Luta, e cila është një flautiste mjaft e suksesshme, e cila sigurisht tregon për rrugtimin e saj në muzikë, ndërsa tash, siç thash edhe më herët para reklamave, do ta ngacmoj pak për jetën personale, sepse ajo është lindur dhe është rritur në Strug, por tani jeton dhe vepron në Tetov. Di që në studim e ke qenë në Tetov, por si vendose që të rish çfarë të shtiu të shkosh në Tetov në fakt, të qëndrosh në Tetov, sepse ti tash jeton, ke kryo familje, sigurisht. Fati. Fati, ja? Fati. Dashuria. Dashuria, fati jetër. E gjetëm dashurin dhe kështu vendosëm të jetëm në Tetov. Edhe interesantja është që ti me Rudinën sigurisht jeni të pandara, sepse jeni binjake, gjithmonë keni qenë të pandara edhe në art, edhe në shkolla, sigurisht jeni ndarë në ato rrugtimet tuaja për sa i përket instrumenteve. Po, përgjithsisht po, kemi qenë të pandara, po. Por që edhe tash vazhdoni të qëndroni bashkë, sepse edhe Rudina në fakt është e vendosur, jeton dhe vepron pikërisht në Tetov. Më thuaj pak mbështetja, sigurisht ju e keni pas mbështetjen e familjes edhe për rrugtimin tuaj. Kush ka qenë mbështetja më e madhe në të gjithë shoqërinë, familjen? Mami dhe babi.
Gjithmonë ato? Gjithmonë ato, po. Ato ishin një ndër të parët, edhe kur shprehëm dëshirën për muzikë, të më thënë asnjëherë nuk na kanë thënë jo, vetëm bëni ato çka ju e doni. Dhe ne gjithmonë desha muzikën dhe... Ka qenë dikush më herët përpara jush, gjeneratat më herët në familje? Jo, nuk kemi pasur. Ne jemi të parë për që kemi hapur rrugën. Shpresoj që fëmijët tanë ta vazhdojnë në një farë mënyrë, po ne jemi të para që e kemi hapur rrugën. Redina, ti e edhe një nën, një nën e mrekullueshme, ke një djala, po? Sa u bë djali? 5 vite. 5 vite, si kalon koha, u rrit. Si të duket me këto angazhimet që duhet sigurisht edhe pjesën e koncerteve, por gjithashtu edhe me punën tënde si mësuese, e në të njëjtën kohë ta bësh edhe sigurisht rolin e nënës? Është e vështirë në një farë mënyrë, po nuk e di, ndoshta unë çdo se ndë marrë për kushtim dhe nuk e llogaris sa stresuese mund të jetë ose sa e vështirë mund të jetë. Prej pune, shkoj në shtëpi me fëmijën, i përkushtohem në maksimum. Sigurisht, sigurisht. Sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë, përkushtimi duhet të jetë. Normalisht, lodhja harrohet. Në punë është lodhje tjetër, në shtëpi është lodhje tjetër. Po, përkushtimi normalisht është edhe më i madh. Si reagon djali kur të sheh edhe në koncerte, në televizion, mbase sepse shpesh je pjesë edhe intervistave, siç edhe sot. Po, tash ndoshta shikon, nuk e di. Po, okej, çuditet një herë, mami ku ka dalur. Në koncerte nuk e ka marrur se nuk është një tip i qetë që rrin, të dëgjoj një koncert, po pastaj e kam treguar ku kam qenë, si kam qenë. Mendoj se i duket interesant. Po, si të duket, ka vesh për muzikë deri tash apo ala i vogël është, s'mundet të... Jo, dallohet, po, e ka pak ato lëvizjet, ato gjërat, po nuk e di, ndoshta varësisht ku do fokusohet. Unë njëherë do ja paraqesi si normalisht i flautin kur e shikon, i duket i vjen interesant, gjithmonë më thot luaj pak ta shoh, po tash ku do përcaktohet vet, atë nuk e di. Po, sigurisht, ai do e zgjedh rrugtimin e vet pasi të rritet. Po të ishte me të pak të një instrument, po, një instrument ta luaj, pse jo. Ta luaj, mbase edhe për qef, nëse jo po, ta ketë kështu si rekreacion për veten e vet, po. Sigurisht, më thuaj pak sepse the që më kërkon ndonjëherë të luaj. Luan shpesh në shtëpi, të kërkojnë edhe pjesëtar tjerë të familjes ose kur vin dikush te ty të thotë Redina na luaj një pjesë të... Jo, vetëm më dëgjojnë kur ushtroj, se ushtrojnë edhe në shtëpi, apo? Po, më duhet një qetësi maksimale për të koncentruar, për të ushtruar dhe veç mund të më dëgjojnë. Po. Paraprakisht, para në shtëpi nuk luaj, sepse gjithmonë pjesëtarët e familjes janë pjesë e koncertit, më shikojnë aty direkt. Kështu që surprizë le të jetë edhe për ato, mos të dëgjojnë. E përmendëm Rudinën, e kemi përmendur shpesh sot dhe besoj që një mbështetje tjetër më e madhe atë kur e përmendëm mbështetja sigurisht me familjen, ka qenë kryesisht edhe Rudina, sepse e thash më herët që keni qenë të dyja bashkë. Më trego pak për lidhjen që keni ju të dyja, edhe si binjake, edhe si artistet ku e keni vazhduar rrugtimin e njëjtë. Kjo është, domethënë, një lidhje që nuk di ta përshkruaj. Gjithë rrugtimin tim e kam bërë me Rudinën, me motrën, ajo në piano, në flaut, edhe kur nuk kam pas betësi të luaj diçka dhe një koncert, të gjithmonë Rudinën e kam pas aty, e kam gjetë partiturën edhe ja kam thënë, të më përcjellish, unë do luaj, kështu që gjithmonë ka qenë aty, unë për atë, ajo për mua. Besoj se edhe kështu do vazhdojmë, po dihet kjo gjë. Të njëjtën gjë e ka thënë edhe Rudina në fakt, sepse unë i kam kërkuar Rudinës që të na dërgojë një video mesazh pikërisht këtu për ty, kështu që e lut Regjin që nëse ka mundësi që ta shfaqim video mesazhin e Rudinës për motrën e saj, binjaken. Tani do shihni një Redina tjetër në ekran, megjithatë janë Rudina dhe Redina, kështu që nëse ka mundësi Regjia ta shfaq videon. Përshëndetje Ilmie, përshëndetje Redina. Shpresoj të gjej mirë aty në studio. Mua më vjen mirë shumë që Redina sot ndodhet aty bashkë me ty, Ilmie, për të shpalosur vlerat e saja si person më pari dhe më pastaj si profesioniste në drejtimin e saj në flaut, si dhe të mësimdhënies. Është mjaft e vështirë të flasësh në mënyrë publike për motrën tënde, realisht, por më shumë do doja të ndalem të cekja vlerat e saj si profesioniste realisht në këtë rast, si kolege më shumë, se sa si motër. Ja vlen të theksoj se Redina është një ndër të parat
në rrethin ton të ngushtë të shoqërisë, e cila nisi të mirret me projekte, realizimi të koncerteve, të financuara nga Ministria e Kulturës. Më pastaj, nisem edhe në tjerat, mirë pa jo ishte ajo nismëtarja, ose realisht ajo ideatorja e koncertit të parë, realizimit të koncertit të parë, organizimit të koncertit dhe krejt atyre gjërave të cilat i përfshin një koncert, do thoja i suksesshëm në fund. Si profesioniste, në lëminë e saj në flaut, ajo mendoj se e din në përgjithësi krejtës e çfarë vlere ka, sepse nëse unë flas komentet mira, më shumë i bie sikur e lavdëroj, mirë po ashtu është. Mua më pëlqen shumë kur kemi koncerte së bashku, preciziteti dhe ajo vendosmëria të cilën Redina e ka dhe mënyra organizimit të cilën ajo e bën, nuk e vendoj në më dyshje as pak se koncerti i saj do dalë një koncert mjaft mirë i realizuar. Si nga ana e organizimit, e gjetjes, idesë të koncertit, dhe realizimit dhe suksesit në fund të cilin edhe e kemi. Thash edhe njëherë, ja vlen ta ceki se në shoqërinë tonë, në kuartete, trio, në kuintete që kemi pasur, është ajo e para e cila e nisi më saktë këtë pjesën e realizimit të një koncerti, financuar nga Ministria e Kulturës. Së fundmi, pati edhe një organizim i cili në Tetov i mungonte jashtë mase, për arsye se ishte një organizim me talent, me talenta të ri, një talent show. Në Tetov mungonte sepse realisht një organizim i tillë u desh të bëhet, për arsye se vetëm kështu, përveç mënyrave të tjera të cilat mund të ekzistojnë, kjo ishte edhe një mënyrë tjetër e gjetjes së talentave të ri në Tetov. Shpresoj dhe besoj shumë që normal, me përkrahjen tonë, si nga ana familjare, ashtu edhe nga ana, sidomos nga ana ime në anën profesionale, të vazhdoj dhe të motivohet si që gjithmonë ajo e ka bërë. Ja vlen të theksoj se ndihem jashtë mase krenare dhe shpresoj që më të tjetë vazhdoj me po të njëjtin ritëm. T'ja kaloni sa më mirë dhe do shihemi. E falenderojmë shumë Rudine sepse e kemi munduar pak me këto video, derisa sigurisht kur ja kërkova ja kam kërkuar në moment të fundit, kështu që e kam munduar. Se në stop më shkruaj kur do filloj. E dinte se çfarë pritet në fakt, çfarë pritet edhe këtu në emision. E falenderoj shumë. Nuk di. Fjalë shumë të bukura, në fakt edhe më pëlqen që nuk ka folur shumë si motër, po ka folur shumë edhe si profesioniste, dhe me thënë si kolege në fakt të ka quajtur. Është e rrept Rudina, ose kush është më e rrept për ju të dyja kur duhet të bëhet një koncert ose? Jo. Mund të them unë, në kuptimin jo duke bërtitur, po do të thënë precize, të fillim provat në kohën e duhur, të mbarojmë në kohën e duhur, meqense isha edhe para që kisha një fëmijë, kohën e kisha më të limituar, po në këtë kuptim më e rrept, jo në kuptimin e... Sigurisht edhe pse ke qenë edhe ti në fakt ajo që ka organizuar pjesën më të madhe, kështu që si organizatore, plus edhe me fëmijë, angazhime tjera, ajo bënte të vetëm, po në kuptimin më shumë jemi kënaqur, se sa kemi bërtitur, po e kam si kështu si princip të jem strikte në kohë, të mbarem në kohë. Kjo është të gjitha, sepse kështu funksionoj edhe gjatë organizimeve. Normalisht, del diçka e papritur, po të jemi në kuadër të asaj që e parashikojmë. Ato të papriturat pastaj rregullohen me kalimin e kohës. Redina, në fakt unë edhe një fotografi që më herët nuk më priva që ta komentoj, teksa i shikonim edhe fotografitë e tua, kishte edhe një fotografi me flaut, ku ti në fakt edhe gjatë Shtatzanis kur ke qenë, ke luajtur, ke bërë edhe koncerte. Këtu duket edhe për kushtimi yt në fakt, ti edhe në Shtatzanis
tani tek në muajt e fundit mbase. Si kujton ato? Kanë qenë ndoshta 2 javë para lindjes. I kujtoj shumë mirë, domethënë emocionet që i kam pasur në atë periudhë, ajo ndjesia nuk e kam pas në koncerte tjera. Ka qenë diçka që prej brenda më ka dhënë një frym tjetër. Mbas edhe bebja që ke pas në bark ta ka dhënë atë frymëzimin apo motivimin? Frymëzimi ka qenë një atill, po, nga shtatzania vet. Edhe nuk kujtoj në një koncert tjetër të kem pas atë lloj fryme gjatë luajtjes. Normalisht lodhja ka qenë 3 fisht, jo 2 fisht. Po, sepse sigurisht ke të bësh me një instrument me frymë. Sa që më në koncertin e fundit, mendova se dhe a dalë deri në fund, se në fund e kisha lënë një pjesë të shkurtër, një solo tjetër, po e parë se nuk mundëm, e ndërrova në moment të fundit, edhe pastaj vazhdova, se lodhja ishte 3 fisht. Sigurisht do ishte. Nuk e di, frymëzimi, emocionet, nuk përshkruan. Shumë më ndryshe se sa në koncertet. Shumë më ndryshe, definitivisht shumë më ndryshe. Redina, afrohemi nga fundi, por unë dua të të pyes, sigurisht përmendëm që ti je mësuese dhe ti mëson edhe nxënës të tjerë të cilët që ta adhurojnë artin, ta adhurojnë muzikën, përveç se i mëson edhe në instrumentet. Si është ajo ndjesia kur sheh ndonjë prej nxënësve të tu që ka dalë në skenë mbase edhe koncertet e para? Është shumë emocionuese dhe nuk e di, kam një farë stresi si me dalë vetë në skenë. E kam atë stresin dhe mendoj se dua t'ja marr stresin që mos të ndjen nxënësi në skenë. Mos t'jen ato në... Është emocioni, po, është emocioni i madh është. Po mundojmë që mos ja shpreh nxënësit, atyre u jap motivim deri në fund, derisa të mbarojnë, këndej vetë brenda e mbaj fshehur. A je gjithkohës mos bëhet diçka gabim, këndej... Jo, nuk jam, e menaxhoj mirë, mendoj se e menaxhoj, ose ndoshta nuk e shpreh në atë mënyrë. Për brenda po nga jashtë, jo, nuk jam e atill. A të ka ndodhur ty edhe ty ndonjëherë mbase edhe nxënësve të tu, po edhe ty që ndonjë notë ta gabosh, po që publiku asnjëherë nuk e ka marrë vesh? Normalisht ka ndodhur ato gjëra gjithmonë ndodhin në skenë, po, është domethënë absurde mos ndodhin. Po normalisht nxënësi gjithmonë ka qenë i përgatitur ose edhe vetë unë të vazhdojmë që mos e diktoj publiku. Pra mesazhi është që asnjëherë mos të ndalet? Jo, asnjëherë mos ndalet. Do të thënë një sen që marrim ta bëjmë, do e bëjmë deri në fund. Qoftë mirë apo keq. Në fund do vlerësohemi ndash mirë ose keq, po përsëri e kemi arritur dhe e kemi çuar deri në fund. Ju e keni përfunduar pjesën tuaj, kështu që publiku, po gjithmonë në fakt publiku është ai që nuk i vëren shumë këto detaje. Ju si profesionist i vëreni dhe mbase e kritikoni edhe veten në shumë raste, po që publiku nuk i vëren. Po qëllimi kryesor është që ti frymëzojmë, ti motivojmë, jo domethënë ti kritikoj për gabimet. Për gabimet i kritikoj kur do vi faza tjetër për dalë në skenë, po në moment për gjëra tjera më shumë motivim. Kështu funksionojmë. Shumë bukur. Redina, jemi nga fundit, të të pyes vetëm edhe diçka tjetër, çfarë të presim prej teje këtë periudhë? Do presim së shpejti ndonjë koncert apo? Shife, ideja për koncert e kam ndërmend edhe një koncert solistik ta bëj. Po me shumë punë, kam pas shumë pak kohë për të përgatitur, po si dhe qoftë, kur dhe qoftë, do realizohet. Do realizohet së shpejti? Do e presim së shpejti, sigurisht? Apo në ndoshta nga viti periudhë tjetër, po, ndoshta nga viti tjetër, po. Varësisht. Do e presësh edhe Rudinën base që të lirohet pak më tepër, apo? Patjetër. Që të bëhet edhe koncerti. Po këtë the që solistik do ta bësh këtë koncertin që planifikon? Mendoj solistik, po pse jo, nëse ka edhe bashkëpunime tjera, pse jo? Pse jo? Redina, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, faleminderit shumë që ndave nga historitë tua, qoftë ato personale, qoftë nga rrugtimi yt. Unë të uroj shumë suksese dhe me të vërtet je frymëzim për brezat e rinj, sigurisht profesioniste në lëmin tënde, megjithatë frymëzim në aspektin që me shumë dashuri flet për artin dhe për muzikën dhe kjo përcillet, sigurisht që do të përcillet edhe tek nxënësit e tu, por edhe tek të tjerët të cilët të ndjekin gjatë gjithë kohës. Faleminderit shumë. Edhe ti për ftesën. Shpresoj qihemi. Po, patjetër, unë do dua që t'ju kem të dyjave ndonjëherë, kështu që mos munden edhe publiku t'ju dalloj, se edhe unë ende ju ngatroj, ta them të drejtën, ende nuk mund t'i mësoj tamam, kështu që do doja shumë që t'ju kem të dyjave, sepse ju me të vërtet rrugtimin e keni së bashku, kështu që pse mos t'ju kem së bashku edhe këtu në studio. Faleminderit edhe një herë.